asnjë element që mund t'i besohet komentit e saj. Që dikush ka bërë presion, pra s'ka bërë presion askush. Askush. Po kush mund bën sot presion për me marrë pjesë dikon? Askush. Jo, presion mund bëj, po askush. As do të thotë që mund funksionojë. Bizneset s'mund ju bën presion dikush që hajde të bëjnë një veprim. Bizneset në mënyrë vullnetare e kanë bërë këtë veprim dhe do ta bëjnë edhe në të ardhmen. Prandaj presionet nuk duhet të Malusha ka presion për të marrë pjesë, është çështje politike këtu apo është esenciale dhe shkon për teksa? Ministrja ka mujt me gjetë fjalë më të mirë për veti, por ka gjetë më të keqen fjalë për veti. Ti e ke thjeshta. Bizneset ju trafishohet energjia. Ju trafishohet si? Po, ju bëhet, çështë ka pas 100, i bëhet 300. Në kofë 1 milion, 3 milion, 3 fish. 3 fishohet? Pa 264%. Atëherë, ku ka biznes, që nuk vrapon për me pagu ma pak? Cili presion duhet me qitë ato në rrugë? Për kundrazi, organizimi më i madh, 100% bizneseve janë me këtë temë, mos me u bo kjo hile që na u ka bo. Që pëtoni më në u bo, se unë mendoj që s'kemi. Pse është hile? Pa është një marrëveshje diku me muskuj që si më ka e gjojmë na. Unë mendoj që zërë eja, me kompetencën e vetë vogël, me 4 bërde, pa staf, e heshtun, vakum institucional, parlamenti nuk është, ajo është agjencie pambarë.